Unë do ta filloj një porosi me këtë kryeministër i cili nuk do të lëviz nga vendi, siç më tha dhe sot unë si dëgjova lajmet, po siç më thanë sot ka bërë një parashikim të madh që pasi të na fut në Europë, ai do të iki se di se ku do i ka vet ai. Tashti unë duke hequr një frazë nga Bibla, do ta filloj këtë bisedë me juve. Njeriu mëkatar, thot Zoti jon Jezu Krisht, udhëhiqet nga mëkati. Kështu si thot Zoti. Njeriu mëkatar udhëhiqet nga mëkati. Ky është aq mëkatar sa nuk ka e mendon do reqet. Ky është kaq njeri i lik, sa nuk arrin dot me hipokrisinë e tij me një lëvizje hipokrite siç bëri Sali Berisha që vuri Lul Bashën, një manekin dhe drejton nga lart. Ky nuk ka as këtë mundësim të vërë një manekin atje dhe t'i ki vetë të fshihet, sepse ka frikë, sepse zullumi ti, se mëkati ti është aq i madh sa nuk e le të largohet nga karrika që ka zaptuar. Socialistët të ndeshëm i cili më thotë Rama na ka vjedhur votat. Imagjinoa çfarë pushtetari. Ne votuam, tha ai, zona jonë votoi për një jaollar, nuk e di më mend emrin tha. Dhe votuam shumë veta për një socialist shumë të ndeshëm. Kurse ky matrapaz i votave thotë që mua më voton 800.000 njerëz. Ty, Edi Rama, vetëm LGBT-ja të voton, ty Edi Rama të voton vetëm njerëzit e korruptuar, ty njerëzit më të poshtë të këtë vendit të votojnë. Po që se është votë e lirë, po që se vota vete për njerëzit e ndeshëm, ty nuk të voton njeri ndeshëm në këtë vend. Prandaj ti duhet të largosh sa më parë nga ai post për t'i lënë mundësi njerëzve të ecë. Tashi, një problem tjetër. Është një matematik e thjeshtë ose një aksion. Nuk ka nevojë spaku të rendë, por të gjithë shikoj këta njerëz, oligarkë që mbrojnë Edi Ramën, të gjithë janë ajdut. Mos ka nevojë të rendësh për të parë ku janë ajdutët. Shikoni, gjithë oligarkët, që nga Ben Blushi e ca të tjerë, se atë e kam si urrëtie të madhe, që po e mbron me dignitet, me forcë Edi Rama. Pse? Sepse ata kanë vjedhur bashkë me të, sepse ata po largu Edi Rama, nuk e di se si do të përfundojnë kaq keq. Prandaj spaku e ka shumë të thjeshtë për të gjetur ajdutët. Shiko rreth e qark Edi Ramës, shiko ata që mbështesin dhe financojnë për të mbajtur Edi Ramën, këta media të shitura, këta njerëz të shitur, këta oligarkë që blejnë njerëz, këta njerëz që bëjnë presione, si punë e Gjergjit Thimos që e gjuhën pak më parë. Tashti, unë jam pjesë e kësaj proteste, unë jam pjesë e këtij shqetësimi dhe shqetësimi në vetvete miqtë e mi është shumë i madh. Është shumë i madh, aq i madh sepse nuk kam në biseda në përshpira për sportin dhe kampionatin botror, po në përshpirt tona është problemi më i madh, largimi i këtij njeriu që ka uzurpuar pushtetin, që ka uzurpuar Partinë Socialiste, këtë aset kaq të madh të vendit tonë. Prandaj largo dhe ik me nder, po ti nuk je nga ata njerëz që ke nder.